Moti i keq me rreshje të dendura shiu që kanë përfshirë vendin tonë që prej ditës së djeshme kanë shkaktuar një situatë mjaft problematike. Lumi Vjosa ka dalë nga shtrati në zonën e pazarit, pranë urës së Mifolit, si pasojë e prurjeve të larta të ujit. Sipas të dhënave të fundit, niveli i Vjosës ka arritur në 6.8 metra mbi nivelin e detit. Autoritetet kanë njoftuar të gjitha familjet që jetojnë pranë lumit të marrin masa paraprake dhe të jenë të vëmendshme ndaj çdo rreziku të mundshëm. Ndërkohë Gjirokastra po përballet me përmbytje masive, përrejnë dhe lumenj të rrëmbyeshëm që kanë dalë nga shtrati. Si pasojë e daljes nga shtrati të përrojit të Ficos, është përmbytur lagja e poshtme e qytetit 18 shtatori, ndërsa niveli i ujit është rritur shumë edhe në zonën e njohur si ura e lumit. Mësohet se një djalë 23 vjeçar është shpëtuar mrekullisht nga mbytja në bllokun e furrave. Lagja punëtori, punonjësit e zjarfikses arritën që ta nxjerrin nga rrjedha e ujrave të rrëmbyeshëm, duke i shpëtuar nga vdekja. Situata në atë zonë po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa u bëhet thirrje banorëve të respektojnë udhëzimet e strukturave të emergjencës. Rreshjet e shiut kanë sjellë problematika edhe në rrugën Kot Sevaster në fshatin Vajz, ku rruga ka psuar një shkarje dhe aktualisht është e bllokuar. Gjithashtu janë dëmtuar edhe 2 banesa. Fatmirësisht, banorët e 2 shtëpive të dëmtuara nuk kanë pësuar lëndime. Policia ndodhet në terren dhe po monitoron qarkullimin e automjeteve, pasi kjo rrugë lidh disa fshatra të njësisë administrative Sevaster. Autoritetet u bëjnë thirrje banorëve të shmangin lëvizjet në këtë segment dhe të përdorin rrugë alternative.